Alia Izetbegoj që përshkruan këtë farë citate këgja mirë, ndonë se me një fjallar pak mat ashper. A i thot, njeriu i kthjelt në mesin e pianecëve është qesharak dhe ironik. Ata të pitit të dro keshin me ty. Në një shoqëri pianecësh, thot Alia vazhdon, të dehurit janë ata që përcaktojnë standardin e normalitetit, ose të normales. Dhe njeriu normal duket ose mbetet jo normal. Do më thonë, aty ku dominoj njerëzit të dehun, ata i caktojnë rregullat e lojës, ata tregojnë çka është normale, edhe rrjedhimisht njeriu normal tani nuk duket normal sepse duhet më thonë jo normal. Sepse jo normalja u bë standard. Normalja nuk është standard. Tash çka ndodh? Kur jo normalja bëhet standard, normalja kur vjen duket pa lidhje sepse jo normalja është standard. Kur jeton në mesin e njerëzve të çrregullt, e rregullta shihet si faj. Pastërtia për njeriu e papastërt është faj. Imagjinoni që thot Allahu i madhnueshëm Kur'an. Në historinë e Hazreti Lutit, Allahu e përshkruan një gjendje shumë të rëndë shoqënisë, kur njerëzit e pandërgjeshëm, të pandershëm, i vendosin rregullat e lojës. Ata kallëzojnë çao normale, ata njerëz papastërtinë e kanë standard, amoralitetin e kanë standard, dhe kur të shkojsh ti i pastërt, dhe kur shkojsh ti i ndershëm, ty ja nisi njerëz me të këshyrë si tepric ose si pengesë. Çka thot Allahu? Thot, përgjigjja e popullit të tij është fjala të tij, popullit të Lutit. Përgjigjja e popullit të Lutit ishte si vijon. Nxirrni ata pej venit, pej atij regionit. Kush janë ata? Luti edhe ata që i kishin besu atij. Nxirrni ata pej regionit, pej atij fshatit, pej qytetit ku kanë jetu, sepse ata janë njerëz që pastrohen. Ata janë njerëz të pastër. Imagjino, do të me të nxirr ty pej venit, me të internu, me të largu pej venit, pse? Sepse ti je njëri që i pastërt. I pastërt në kuptimin jo veç fizik, në kuptimin edhe të vlerave të moralit e ngjajshëm.